Gëzuar 8 marsin, sot kemi 8 mars, apo jo, ta festojmë bukur. Ja si do ta festoj unë. Ndërkohë që fëmijët flenë, dhe unë do festoj 8 marsin, duke sistemuar gjithë këtë bombon gërdecin që kanë bërë këta këtu. Kështu, mos llogaritim pasaj që të zbresim poshtë në atë dhomën që rrim, që përsëri ka rënë bomba, po nisim nga kati i tretë edhe zbresim kati i dytë, kati i parë me radhë. Kështu, gëzuar 8 marsin, be happy, enjoy, se ditë më të mira do vinë, pa çka se ka shumë rëmuj edhe jemi gjithkohës shumë të lodhura, rëndësi ka që një ditë do na marrë malli për këtë rëmujën. Është rëmuja më e bukur. Këta gjërat i kemi blerë që të gjitha me dëshirën tonë që të kënaqen fëmijët, që kështu janë kënaqur dhe tash është radha tonë për t'i pastruar. Kështu. Me shumë mundësi do festojmë nesër ditën e diel që kemi babin pushim edhe fëmijët. Përsëri ditë e mamit do festohet bashkërisht me familjen, jo vetëm mami, se kështu është lumturia më e madhe. Bye bye.